Lavdi dhe falendrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Vllazën, ne të gjithë e dim, nëse e marrëm një pasqyrë të pastërt dhe e drejtojmë ka dielli, do të shohim se rrezet e diellit do të reflektojnë në atë pasqyrë. Bile, edhe nëse marrëm ndonjë letër edhe e vendojmë para, do të shohim se ajo letra do të digjet. E njëjta gjë është edhe me zemrën e njeriut. Nëse njeriu e pastron zemrën e vet me dhikrin e Allahut xhaleshanuhu, me përkushtimin ndaj Allahut fuqiplot, me nënshtrimin e tij ndaj Allahut dhe me robërimin e tij ndaj Allahut fuqiplot, do të shohim se dhe drejton zemrën e tij ka Allahu fuqiplot, do të shohim se nuri Allahu xhaleshanuhu do të reflektojë në zemrën e tij. Kështu që ai person pastaj do të ketë mundësi që të bëhet vetëm duke e shiquar. Edhe ai është në gjendje të bëhet vet. Se nuri Allahu xhaleshanuhu pastaj do të shpërndahet në gjymtyrët e tij, edhe do të depërtoj tek ata të cilët domethënë folin me atë person. E kena parasysh. Prandaj, nëse takohesh me njerëz të tillë, do të shohësh se sikur me e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duket. Sikur me fol pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të duket se prej gojës së tij del mjalt. Prej gojës së tij del dritë, nur. Edhe ai nuri të cilën e ka përfituar me përkushtim, ai do të fillojë të depërtojë edhe te ti. Këtë nuk e themi vetëm si fjalë, kështu pa u mbështet askund, jo. Ka hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Awliya'u ummati alladhina idha ru'u dhukira Allahu bi ru'yatihim." Evlijat, miqtë e Allahut, njerëzit e lidhur me Allahun fuqiplot për umetit tim, çfarë cilësie kanë ata? Idha ru'u, kur të tjerët I shohën ato, dhukira Allahu bi ru'yatihim, atyre u kujtohet Allahu, vetëm se e kanë pa atë person. U kujtohet. Një shembull më të shkurt, ne nuk kena njerëz të tillë, po ka për shembull shumë njerëz të tillë që kur e shohën ndonjë hoxh I devotshëm, dhe një njeri I devotshëm, I mirë, me ahlak të mirë, më njerë I kujtohet Islami. A I kujtohet Islami. I kujtohet Islami. E nëse ai është I pajisur hala më shumë, zemrët e ka të pastër, me dhikrin e Allahu xhaleshanuhu, do e mos nuri Allahu xhaleshanuhu që gjendet në zemrën e tij ti përqafoj edhe ata persona. Kjo është domethënë 100% hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra evlijat e umetit tim janë ata të cilët kur dikush I sheh ata, kur shfaqen ata para njerëzve, jo ta tregoj vetëm se evlija, po kur I shohën njerëzit,
Vetëm shikimi i tyre u kujton Allahun fuqiplot. Pra nëse bëjmë një krahasim ne kujna, neve për fat keq kur na shohën, thotë si kit bëhu na ajo. Asi këto zhellara, dhe më thënë për fat keq, dhe më thënë të kundër të ne, reflektojmë negativisht. Jo vetëm që hajtë më mos reflektojshim asgjë, hajtë prapë diçka, ama negativisht. Në marrën për shembull për të keq. Pra prandaj, ne duhet t'i korrigjojmë vetat tona dhe zemrat tona t'i pastrojmë. T'i pastrojmë. Pra ajo zemër e cila është e ndërtuar, e pajisur, me rrugën e nurin e Allahut xhaleshanuhu, ajo është edhe më thonë zemër që një shembull thjesht mund ta themi, ajo është e lidhët kabla, është e lidhët e ndonjë aparatit, është e lidhët në, është vëndu në prizë, edhe me rrim pastaj. Edhe e shtypësh butonin dhe pranë punon. Kompjuterin e shtypësh, nëse nuk është e lidhët në rrim, atër normal do të thonë nuk funksionon. Prandaj, ne ka nevojë që t'i lidhim zemrat tona me Allahun fuqiplot. Që ato ta japën funksionin e tyre si duhet. A fatkeqësisht ne do të thonë, larg asaj, na për fatkeq. Ja, të sillim edhe një shembull tjetër me hadith të pejgamberit sallallahu me një sahabi si e tregon. Një sahabi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është mundu të bëjë davet me nënën e vet. Edhe me tezën e vet. Mundohu, s'del kur gjo. Edhe një ditë për ditëve, ama gjatë është mundu. I kujtohet të po hajtë t'i qoj këto të pejgamberi alayhis salam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të folje këtine, edhe i merë, një farmonire dhe më thonë, i merë, folën fjallë, të mira, thot, ajë shkojmë, dëgjani mu, i lutën ato, po ajë thot po vejme pra. Edhe shkojnë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ulën, ki i thot, ja Rasulullah, kështu e kom punën me këto une. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon të folje. Sa fillon të folje, ato edhe nana, edhe tezja e dëshmojnë shahadetin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Edhe pastaj më një bisedë shkurt. Dalën prej të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i thot, po çka u bove? Unë një mot hakati me ju, nuk u bindet. A thot, vetëm sa ullet para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju thot, e pranuat islamin. Nana, çka i thot? Wallahi o bir, thot, e kina pa, kur folte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, e kina pa nurin se si i dilte prej goje. Nur dilte prej goje. Si më e besoj, thot unë. Do më thonë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka pas zemrën e mbushur me nurin e Allahut xhaleshanuhu. Dhe nuri i Allahut xhaleshanuhu normal pastaj reflekton të tjerët. Reflekton. Ju e dini se njeriu është magnet, ashtu? Edhe prandaj, në më thonë, ka mundësi që të reflektojë. Ashtu e ka bo Allahu xhaleshanuhu ligj. Kemi edhe një hadith tjetër ku të regohet një gjë e tillë. Ju e dini, e keni ndëgju hadithin me siguri, vjen një person të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
edhe në praninë e sahabëve, i thot, oj dërguari Allahut, am lejon për amoralitet mu. Unë një gjë të tillë e dua. A ma lejon? Sahabët kur e ndëgjojnë një fjalë të tillë, duan ta sulmojnë krejt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thot, ndali. Afro, thot. Afër meje. Afrohet ai xhaliri ka qenë, afrohet ta shohën çfarë tolerance ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, nuk ka vepru me nerva. Por çka? Me arsye, me logjik, me butësi. E ka pa se ai nuk i ka dozhet qarta. Edhe thot, afro, edhe ja afrohet. Thot, a e dush një gjë të tillë për nënën tënde? A e thot, ja Rasulullah, jo. E po edhe të tjerët për nënën e tyre, apo për nënët e tyre nuk i du një gjë të tillë. Ti me atë që dush të bësh amoralitet, dikush e ka nën atë. Ha? Pastaj thot, a e dush një gjë të tillë për motrën tënde? Thot, ja Rasulullah, nuk e du. E po thot, edhe të tjerët nuk e duan për motrat e tyre. Vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj thot, a e dush për hallën tënde? Thot, jo, ja Rasulullah. E po, edhe të tjerët për hallën e tyre nuk e du. Pra thot, edhe të tjerët për tezët e tyre nuk e du. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shiqoni, domethënë, efekti i ndërtimit të zemrës, i nënshtrimit të zemrës dhe Allahu fuqiplot, i dhikrit të Allahu xhaleshanu. Vetëm ja ve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dorën të zemra e tij, edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir dhanbahu, Zoti im, falja gabimet të tij, falja këtë person, wa tahhir qalbahu, pastroja zemrën me gjik. Normal dhe më thonë, me dhikrin e Allahu xhaleshanuhu, me nënshtrimin dhe Allahu xhaleshanuhu, me të kuptuarit të vërtetës, wa tahhir qalbahu, wa hassin farjahu, dhe bëne që të mbrohet nga veprat e këqija, nga amoraliteti. Ki personi, pastaj thot, tek unë një gjë e tillë ka qenë shumë e dashur. Pas këtij momenti thot, gjë më të urrejtur se amoralitetin unë nuk kum pas më. Do të thënë, atë e kum urrejtur pastaj më, vazhdimisht. Pra, njeriu ka nevojën që të punojë me zemrën e tij, ta ndërtoj ashtu si duhet zemrën e tij, ta vënë në rrim, ta drejtojë ka Allahu xhaleshanuhu, edhe ta mbushje me nurin e Allahu xhaleshanuhu, atëherë me siguri se ai do t'i kuptojë të vërtetat, edhe do të drejtohet rrugës së drejtë. Allahu xhaleshanuhu të gjithëve na mësoft. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز المنان.